Fundit Feta Boletini thotë përshëndetje për profesorin edhe për juve, thotë duke dëgjuar interpretimet e ish gjykatësve të gjykatës kushtetuese vërej mendime të ndryshme dhe argumentime të ndryshme lidhur me çështjen e kryeparlamentarit. E shoqëron me një komentot mos vallë thë njerëz do drejt Lladrovci me zhargonin kur thoshte se ligji si llastiku vlen edhe për interpretimet kushtetuese. Pas ka qenë pak sarkastik. Jo, shikoni, jeta është interpretim, çdo interpretim do thot është interpretim. Dhe nuk është çaj që e sheh, po është çaj që interpreton. Është postmodernistat i thonë realiteti diskursiv. Kjo që po them unë sot, siç e thash, kjo është 100% shkencë dhe kështu është, tjetër s'mund të ketë dy rrugëkase politike ose përmes gjykatës kushtetuese. Institutet prapo e përsëris, termat që i përdorin edhe kushtetuta dhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, shumica relative, absolute, shumica parlamentare, ata që kanë që kemë përsërit si tregova, ato në kuptimin laik nuk mund të interpretohen siç po e bojnë, do të thonë, nuk mundesh me interpretu në mënyrë laike, ato nuk duhet me pa natyrën e sistemit parlamentar. Për shembull, nuk mundesh ti shefi i shtetit në demokraci parlamentare, që nuk është pushtet, sepse s'është pjesë. Ndarja e pushteteve nuk vlen për shefin e shtetit. A kupton? Ai nuk ka pushtet. Ai vlen për ekzekutiv, legislativ dhe gjyqësor. Dhe duhet me kuptu këtë, kur të kuptojsh natyrën e shefit të shtetit, dhe pse duhet me i thonë ti shefi i shtetit zgjedhë problemin politik që kanë kriju vetë, dhe jo atyre që janë pale autorizume me kushtetues primare, dhe që është afati më i shkurt për me zgjedhë problemin. Po, absolutisht po. A kupton? Që të gjendet edhe të krijohet një edhe shumë tjera do të thotë se të krijohet një bazament për të ardhmen që mos prandaj ka dallim me certifikimit edhe dhonës betimit, sepse dhona e betimit fillon me